Përshëndetje shikues të ATV. Si çdo të shtunë përmes emisionit në Fill do të ndaj me ju zhvillimet më të fundit nga bota e showbizit si vendor ashtu dhe ndërkombëtar. Këtë javë kemi ngjarje interesante për të diskutuar. Dy këngëtare që më parë kishin raporte të tensionuara, tashmë kanë udhëtuar së bashku. Një tjetër këngëtare duket se vendosi ta konfirmojë një lidhje dashurie pas shumë vitesh, ndërsa dikush tjetër ka vendosur të rihap një histori të vjetër, duke sjellë sërish në vëmendje ish bashkëshortin e saj. Por njëherë do ta transmetojmë një blok të lajmeve dhe rikthehemi përsëri me materiale të tjera. Dafina Zeqiri ka publikuar sot këngën e titulluar Baby Tranquilo, këngë e cila më njëherë mori vëmendjen. Përveç projektit muzikor, në jetën e Dafinës duket se pati këtë javë edhe një lajm të mirë. Ajo ka njoftuar se së bashku me bashkëshortin e saj, Kreshink Gjergjin, ka nënshkruar një kontratë miliardëshe me një kompani të njohur gjermane. Duke se Ilnisa Agolli dhe Meriton Mjekiqi po përballen me një krizë në lidhjen e tyre. Largimi njëri tjetrit nga lista miqve në Instagram le të kuptohet se marrëdhënia e tyre ka kaluar në një fazë pak më të komplikuar. Përgjigjet e Ilnisës gjatë intervistës që pati në një emision në Shqipëri tregojnë se ndonë se ata janë bashkë, ka tensione mes tyre. Nuk kemi ndonjë lajm të ri, në një shtëpi jemi, edhe zihemi, tha ajo. Përndryshe, Meriton Mjekiqi bëri të ditur përmes Instastorit se momentalisht gjendet në Amerikë. Meritoni dhe Ilnisa krijuan lidhjen e dashurisë brenda Big Brother VIP Albania, lidhje e cila komentua shumë për shkak të formatit të lojës dhe diferencës në moshë që kanë mes vete. Janina dhe MC Kresha kanë lansuar projektin e tyre më të ri, një duet të titulluar Me Sy. Ky projekt muzikor nga Janina vjen pas këngës së saj Wine, këngë e cila ka arritur 1.6 milion klikime në YouTube. Kurse në të njëjtën javë, MC Kresha ka realizuar edhe një tjetër bashkëpunim, këtë herë me Big Bastën dhe Lyrical Son, në këngën e titulluar Tim ke braktis, projekt i cili po pëlqejet mjaft shumë nga audienca e tyre. Loredana tashmë dihet se ka publikuar librin e saj autobiografik. Në të kaluarën ajo dhe Mozik ishin një nga çiftet më të dashur dhe për këtë arsye ajo nuk hezitoi të ndante ndjenjat e saj pas ndarjes me reperin. Megjithatë, ai përmendi ajo rastin e akuzave për mashtrim të parave, më shumë rreth kësaj e zbulon materiali në VM. Loredana në librin autobiografik të titulluar Kur zemra ime u thye, në të cilin flet për lidhjen e saj me ish-partnerin Mozik dhe mbështetjen që ai ka ofruar në kohë të vështira, nuk bëri ndonjë rresht mbi skandalin e saj të mashtrimit me një çift nga Zvicra. Pavarësisht se është shumë e hapur për jetën e saj, Loredana zgjodhi të heshtë për rastin e vitit 2019, i cili po rriti interesimin në komentet e përcjellësve të saj në Instagram. Rasti i mashtrimit filloi kur ajo dhe vëllai i saj u arrestuan nga policia e Lucernit pasi mashtruan një grua, duke pretenduar se vëllai ishte sëmur dhe duke kërkuar para për një operacion të rrem. Zonja i pati dhënë atyre 87.000 franka, por pas disa muajsh, një grua që pretendonte të ishte avokate u paraqit dhe mori 700.000 franga nga Petra dhe burri i saj, duke detyruar ata të merrnin borxh.
e që në fund doli që ajo ishte Loredana. Ajo pranoi akuzat në vitin 2020 dhe prokuroria e Lucernit ndërpreu hetime ndaj saj dhe vëllait. Pasi ajo i ktheu viktimës më shumë se shuma e supëzuar e dëmit dhe pranoi se kishte mashtruar duke u paraqitur si avokate për përfitim financiar. Loredana në libër tregon për ndryshe se Mozik e ka mbështetur në kohë të vështira, veçanërisht pas vdekjes së babait të saj. Në fillim të librit, ajo flet hapur për dinamikën e marrëdhënieve në martesë. Sipas saj, në atë kohë, ajo nuk mund ta imagjinonte se martesa mund të mbaronte ndonjëherë dhe e quan Mozik njeriu në ëndrave të saj në atë kohë. Pas 4 vitesh lidhje, Loredana dhe Mozik u ndan. Ata kanë një vajzë së bashku, Hana. Ishte e tmerrshme. Herën e parë që isha larg këtij për një kohë të gjatë, ato ishin ditët më të këqija të jetës sime. Kam humbur shumë peshë gjatë asaj kohe. Në një moment, peshoja vetëm 43 kg, tha mes tjerash Loredana. Tutje Loredana shtoi se kishte hezituar t'i tregonte familjes së saj për ndarjen pasi nuk kishin raste të tilla në shtëpi. Nëna ime nuk e dinte për një kohë të gjatë për ndarjen. Ishte e tmerrshme, por thjesht nuk mund t'i tregoja menjëherë. E dija se zemra e saj do të thyje në 1 milion pjesë nëse i thoja. Loredana mbajti për vete për të mos lënduar njeri, siç tha ajo. Nëna ime ka 10 fëmijë. Po, e mrekullueshme, e di, kam 9 vëllezër e motra. Unë jam më e vogla nga këta 10 fëmijë dhe asnjë nga vëllezërit e motrat e mia të martuar nuk është ndarë. Nëna saj e mori vesh ndarjen përmes mediave. Babai i Loredanës vdiq 5 vite më parë, pak para ndarjes. Në libër ajo gjen fjalët emocionuese për të. Për shembull, ajo shkruan se do të dëshironte një partner si babai i saj. Loredana tani është në lidhje me Karim Adeyemin. Ajo e bëri publike në Instagram lidhjen me futbollistin e njohur. Nuk dua të hyj shumë në detaje për jetën time private aktuale. Nuk dua t'ju them se sa perfekte është gjithçka, se sa shumë e duam njëri tjetrin. Sa i bukur është çdo moment i vetëm, por mund t'ju them se ndjehem se dua si kur më parë, tha Loredana në librin e saj. Nora e Strefi dhe Tuna kanë pasur një histori të ndërlikuar për shkak të lidhjeve familjare. Por gjatë kësaj jave ato zbuluan se kaluan momente me njëra tjetrën në Itali. Sigurisht që vëmendja nga audienca dhe media të kthyen nga to, sepse në një farë mënyre deshtën apo zdeshtën, gjithë një jetët e tyre private kanë zgjuar kurreshtje të madhe. Por më shumë tregon materiali në vazhdim. Këngëtarja Altuna Sejdiu, e njohur si Tuna, ka ndarë me ndjekësit e saj disa momente nga qëndrimi i saj në Itali gjatë kësaj jave. Përveç fotove të ndryshme, ajo publikoi një video ku shfaqej ish-kunata e saj, këngëtarja Nora e Strefi, me mbishkrimin "Shihemi së shpejti". Ky detaj konfirmoi zëra që qarkullonin se dy këngëtarët janë duke finalizuar një bashkëpunim muzikor, edhe pse nuk kanë zbuluar asnjë informacion tjetër deri tani. Lajmi sigurisht që ka ngjallur kurreshtje të madhe, duke marrë parasysh historinë e ndërlikuar mes dy artisteve dikur.
Nora dhe Tuna kanë qenë shpesh në qendër të mediave për shkak të marrëdhënieve të tyre familjare. Nora është ish bashkëshortja Robert Berishës, me të cilin ka një vajzë, ndërsa Tuna ishte e lidhur me Patrice Berishën, vëllain e Robertit, me të cilin ka 2 djem. Për vite me radhë janë përfolur tensione dhe mosmarrveshje në familjet e tyre, shpesh të pasqyruara edhe në deklarata publike. Një detaj interesant është se pavarësisht lajmeve për bashkëpunimin e tyre të ri, Tuna dhe Nora në muajin shtator nuk kishin njëra tjetrën në Instagram, gjë që nuk ka kaluar pa u vënë re nga fansat. Por tani, të hysh në listën e miqve të këngëtareve, ato përcjellin njëra tjetrën. Në të kaluarën, kujtojmë se Robert Berisha ka bërë disa deklarata të hapura kundër Tunës, duke theksuar mosmarrveshjet familjare, veçanërisht ato që lidhen me nënën e tij. Një ndër deklaratat e tij më të komentuara ishte: "Bo çka dush me burr tëndi në shtëpinë tënde, por në shtëpinë time me nënën time nuk e shoh kush është." Aty ka qenë një mosmarrveshje, me u sjell keq me nënën time që ka pas kancer, krejt ato kimoterapia nuk ja vlen. Pavarësisht këtyre deklaratave të forta, Tuna ka zgjedhur të mos reagoj publikisht. Bashkëpunimi mes Norës dhe Tunës mbas është një mundësi për të treguar se të dyja kanë zgjedhur anën profesionale, duke lënë pas sfidat personale dhe dramat e së shkuarës. Melinda Ademi është një nga këngëtarët më aktive në estradën shqiptare. Ajo prej vitesh ka sjellur projekte solo, por edhe bashkëpunime nga më të ndryshme. Këtë javë, Melinda festoi ditëlindjen e saj dhe urimet e shumta nuk munguan për të. Megjithatë, një person i veçantë i dedikoi fjalë të ngrohta asaj, duke lënë të kuptohet se Melinda është në një lidhje dashurie. Me rastin e 30 vjetorit të lindjes së Melinda Ademit, menaxheri i saj, Granit Muhaxheri, i dedikoi një mesazh në rrjetet sociale, duke konfirmuar për herë të parë publikisht lidhjen e tyre romantike. Ai shkroi: "Urime ditëlindja, ti je personi me vlerën më të madhe në jetën time. Mirësia jote e vret çdo parashikim të keq. Nëse ka dikush për ty, të dua, big person." Ky urim vjen pas deklaratës së Melindës në emisionin The Elite Way në ATV 6 muaj më parë, kur ajo kishte pranuar se ishte dashuruar, por kishte zgjedhur të mos zbulonte identitetin e partnerit. Po, jam e dashurume. Melinda Ademi është një nga emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Në Spotify, ajo numëron rreth 200.000 dëgjues në muaj, ndërsa në YouTube ka grumbulluar mbi 417 milion shikime. E lindur në Mitrovic, Melinda dhe familja e saj u larguan nga Kosova gjatë luftës, duke nisur një jetë të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo nisi të tregonte talentin e saj muzikor në moshë të re dhe u bë pjesë e American Idol në moshën 16 vjeçare. Performancat e saj e bën të dashur për publikun dhe jurin, duke arritur deri në gjysmën finale. Kënga që i dha famën dhe suksesin në Kosovë ishte me titullin Lulia në vitin 2018. Që nga atëherë, Melinda Ademi ka prodhuar këngë të reja që disa prej tyre janë edhe në bashkëpunime.
Për ndryshe, Melinda është mjaft aktive dhe në rrjetin social Instagram, ku publikon foto mjaft tërheqëse dhe mban audiencën e saj mjaft të informuar me më të reja të saj. Në TikTok, videot e shoqëruara me hashtagun Melinda Ademi kanë grumbulluar mbi 20.000 përdorime. Jonida Maliqi, përveç pjesëmarrjes së saj në kënga magjike, gjatë kësaj jave ishte në qendër të vëmendjes edhe për padin që ja bëri ish bashkëshortit të saj pas 8 viteve. Çfarë e shtyi atë të marrë këtë vendim dhe përveç këngës në festival, për çka u komentua ajo, e tregon materiali në vazhdim. Këngëtarja Jonida Maliqi gjatë kësaj jave është rikthyer në dyert e gjykatës së Tiranës, 8 vite pas ndarjes nga ish bashkëshorti i saj Gent Prizreni. Sipas mediave në Shqipëri, Jonida ka akuzuar atë për mosrespektim të detyrimeve financiare që lidhen me mbështetjen e fëmijës së tyre. Në marrëveshjen e arritur pas divorcit, Prizreni kishte pranuar të kontribonte me 2.000 euro në muaj për mbulimin e nevojave të djalit. Megjithatë, Jonida pretendon se këto detyrime nuk janë përmbushur plotësisht, çka ka çuar në hapjen e procesit të ri ligjor. Pas ngritjes së akuzave, Gent Prizreni reagoi publikisht duke shpërndar dokumente dhe fatura bankare të cilat, sipas tij, vërtetojnë se pagesat janë kryer. Jonida Maliqi gjithashtu u shpreh në rrjetet sociale për këtë situatë me anë të një fotoje në gjuhën angleze: "Çfarë kam toleruar më parë, nuk do e toleroj sërish dhe jam e vendosur në këtë." Gjykata pritet të shqyrtoj provat dhe pretendimet të palëve në javët në vijim, ndërsa përballja e tyre ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik. Jonida Maliqi ka qenë këtë javë në qendër të vëmendjes edhe për tjetër arsye. Përveç zhvillimeve në gjykat lidhur me mosmarrëveshjet ekonomike me ish bashkëshortin e saj, ajo u rikthye në skenën muzikore me performancën e saj në festivalin Kënga Magjike. Me këngën të titulluar Asnjë tjetër, Jonida jo vetëm që u pëlqye për vokalin dhe interpretimin, por edhe shkaktoi shumë reagime për ndryshimin e saj fizik. Pas performancës, komentet në rrjetet sociale u përqendruan jo vetëm te kënga, por edhe te pamja e saj. Publiku vuri re një ndryshim të madh në fytyrën e Jonidës, duke ngritur spekulime mbi ndërhyrjet estetike që mund të ketë kryer. Duket se këngëtarja mund të ketë kryer një ndërhyrje estetike me acid hyaluronik për të rritur volumin e buzëve, duke theksuar formën e tyre. Mollcat e Jonidës duken më të ngritura dhe të konturuara, që mund të jetë rezultat i përdorimit të mbushësve për të krijuar një pamje më të plotë dhe të formësuar. Për pamjen e lëmuar dhe të pastër, duket se ajo ka bërë përdorimin e trajtimeve dermatologjike, si botox për zbutjen e rrudhave ose procedura për rigjenerimin e lëkurës. Duhet theksuar që një pjesë e ndryshimit në fytyrë gjatë festivalit Kënga Magjike mund të jetë rezultati i grimit të rënduar dhe teknikave të përdorura, të cilat ndikojnë në pamjen e përgjithshme.
Jonida Maliqi ka qenë gjithmonë e hapur për kujdesin që i kushton vetes dhe për dashurinë ndaj modës dhe stilit të kuruar deri në detaje. Megjithatë, ajo nuk ka reaguar ende ndaj komenteve mbi pamjen e saj, duke preferuar të përqendrohet te karriera dhe jeta e saj personale. Tani është momenti për të kaluar tek bota e Hollywoodit për t'i kuptuar disa nga lajmet më interesante që kanë ndodhur gjatë kësaj jave. Në vitin 2016, Angelina Jolie paraqiti kërkesën për divorc nga Brad Pitt. Megjithatë, një burim i brendshëm zbuloi se ish çifti ende po punon për zgjedhjen e çështjeve të divorcit, gati 8 vjet pas ndarjes së tyre. Duke folur për People, burimi tha: "Të dyja palët ende janë në bisedime, por ende nuk është përfunduar." Kur ata njoftuan ndarjen, fansat mbetën të shokuar, pasi çifti konsiderohej si një nga çiftet më të njohura të Hollywoodit. Një burim tjetër së fundmi tregoi për mungesën e kontaktit të Brad me fëmijët për shkak të agjendës së ngarkuar të aktorit. Aktori aktualisht ndodhet në Evropë për xhirimet e filmit të tij të ri, ndërsa Jolie jeton në Los Angeles me fëmijët më të vegjël. Ai pothuajse nuk ka kontakt me fëmijët e rritur. Angazhimi i tij me fëmijët më të vegjël është kufizuar më shumë muajt e fundit për shkak të agjendës së tij të xhirimeve. Angelina ka fëmijë shumicën e kohës, por sipas marrëveshjes së tyre, ai ka të drejtën e takimeve me fëmijët më të vegjël. Jaden, djali më i vogël i Britney Spears, ka ndërmarrë hapjen e parë për të rindërtuar marrëdhënien me nënën e tij pas shumë viteve të tensionuara. Ta 18 vjeçari kontaktoi Britney pas kthimit nga Hawaii, ku ai dhe vëllai i tij ishin zhvendosur vitin e kaluar. Ribashkimi i tyre është mirëpritur nga Britney, e cila ka kaluar shumë kohë me Jaden që nga kthimi i tij në Kaliforni. Babai i djemve, i cili ka pasur kujdestarin që nga viti 2008, mbështet përpjekjet e Jaden për të përmirësuar marrëdhënien me nënën e tij. Ribashkimi mes Britney dhe Jaden është ende në fazat e hershme dhe të dyja palët janë të hapura për të parë se si do të zhvillohen marrëdhëniet e tyre në të ardhmen. Selena Gomez tashmë dihet se është në dashuri me Benny Blanco. Në një kopertinë të re për Hollywood Reporter u pyet pse ajo e ka lejuar këtë lidhje të dashurisë të bëhet publike, duke pasur parasysh që më parë mbante jetën e saj të dashurisë private. Unë mendoj se kjo është lidhja më e sigurt që e kam pasur ndonjëherë dhe shoh një të ardhme me këtë person, u përgjigj Gomez. Këngëtarja filloi të takojë me Blanco në korrekt 2023, por ata atëherë nuk e bën publike romancën e tyre deri në dhjetor të atij viti. Karriera Gomez është rritur gjithashtu në vitet e fundit, nga bërja miliardere në saj të linjës së saj Rare Beauty deri tek fitimi i nominimit të saj të parë Emmy. Më pëlqen vendi ku jam në çdo aspekt të jetës dhe jam vërtet krenare për sa larg kam arritur. Ndihem e shëndetshme, e lumtur dhe e qetë, tha Selena Gomez për Hollywood Reporter.
Dua Lipa, këngëtarja e njohur për hitet e saj të shumta dhe zërin e saj të fuqishëm, u përball me një injorim të papritur nga Grammys këtë vit, duke mos arritur asnjë nominim, pavarësisht publikimit të albumit të saj Radical Optimism. Ky album, i cili ka marrë një vlerësim të lartë nga kritikët dhe u rendit i dyti në Billboard 200 në SBA dhe i pari në tabelën e albumeve në Mbretërinë e Bashkuar, u prit me entuziazëm nga fansat dhe ekspertët e muzikës. Kënga Training Season gjithashtu shënoi një sukses të dukshëm duke u renditur lart në tabelat e Hot Dance, Electric Songs dhe Billboard Hot 100. Së bashku me të, këngës Houdini dhe Illusion gjithashtu e mbështetën pozicionin e fortë të albumit në tregun global, duke kontribuar në suksesin e përgjithshëm të projektit. Nuk ishte vetëm Dua Lipa që u injorua nga Grammys këtë vit. Nicki Minaj, Lisa, Blackpink dhe Megan Thee Stallion e shumë të tjerë bëjnë pjesë në këtë grup. Nominimi dhe fitimi i çmimeve të rëndësishme si Grammys shpesh ndihmon në rritjen e profilit të artistëve dhe fuqinë e tyre. Pavarësisht kësaj, Dua Lipa ka dëshmuar se është një artiste me sukses të jashtëzakonshëm dhe me një bazë të fortë fansash. Grammy Awards janë çmimet më prestigjioze në industrinë e muzikës, të cilat njihen si standardi më i lartë i njohjes për arritjet artistike. Të organizuara nga The Recording Academy në Shtetet e Bashkuara, Grammyt filluan në vitin 1959 si një mënyrë për të njohur artistët dhe profesionistët e muzikës për kontributet e tyre në muzikë. Shikues të dashur, faleminderit që ishit pjesë e këtij edicioni të No Filter. Ishit me mua Ronën, po a kujtoj që përveç faqes zyrtare në Facebook ATV Live, ju mund të na bëni follow edhe në Instagram No Filter_ATV. Natën e mirë.